إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم تكون الله عز وجل atë e falenderojmë prej ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuam, Allahu i madhërisëm për me tregu se sa i vlefshëm është njeriu i dijes dhe sa vlerë të madhe ka dija. Edhe për më në nëzit neve dhe më në të regu që mos më nejt duar kryq në aspektin e dijes, por mu kyq në çështjet e dijes, me njoft Allahun Azza wa Jall, Zotin tanë, me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin tanë dhe të njerëzimit, me njoft, me di që një ditë kime dalë për kësaj bote krejt, edhe kime taku Allahun Azza wa Jall, por me pas një huri për këtë çështje, Allahu Azza wa Jalla ngriti shumë. Në mesin e asaj që na tregojnë në Kur'an që e ka ngritur shumë, na tregoj se sa ma shumë që ti e njeh Allahun Azza wa Jalla, Allahu si dhurat, ty ta bjen frikën ndaj Allahut Azza wa Jalla. Ta bjen këtë vepër të zemrës, me ju frigu Allahut Azza wa Jalla. Sepse nëse një njeri, edhe nëse ai pretendon se është musliman, por hiç nuk i frigohet Allahut Azza wa Jall, ai nuk shpëton, nuk del ndajherë prej zjarmit të xhenemit. Ai mbetet në xhenem përgjithmonë, nëse kurrënjëherë as një tru nuk i frigohet Allahut Azza wa Jall. E nëse mirësh me dije, Allahu ta jep si dhurat. Ti me ju frigu Allahut këtë vepër, prej vepra më kryesore të zemrës që të afron tek Allahu Azza wa Jall, ta rrit, ta shton, ta bën më të madhe frikën ndaj Allahut Azza wa Jall. Prandaj tha Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mas shumti që i ka frikë Allahut Azza wa Jalla janë njerëzit që kanë dije. Mas shumti që i frigohen Allahut Azza wa Jalla janë njerëzit e dijes. Ata që zbërthyen Kur'anin, ata thanë se mas shumti që i frigohet Allahut Azza wa Jalla janë njerëzit që e njoftën se kush është Allahu Azza wa Jall. Ja njoftën hakat e Allahut Azza wa Jall. E njoftën mirë se kush është Zoti jon, krijuesi jon. Ai që neve na ka kriju për të, që na e bëjmë ibadetin para ti, na do të dalemi. Kështu thanë dietarë kur zbërthyen këtë ajet që tha Allahu Azza wa Jall. Na do t'ja bina do shembuj të parëve tunë, që e njoftën mirë Allahun Azza wa Jall se sa e kishin frikë Allahun Azza wa Jall. Po e përmendni prej të parëve, prej njeriut më të mirit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'po flasmi për pejgamberin sam, për to ka shumë për të folur frikën e tij. Po mbada tek njerëzit, që dikush mos na tek njerëzit e tjerë, po mendoj jashtë na pejgamberit, mos të nëse dikush para i ka pas kështu frikën që ti e përmende. Por ai ka qenë pejgamberi i Zotit. Po na do t'i përmend me ata që kanë pas dieni, dituri, por në kodër të diturisë Allahu ja ka dhënë frikën ndaj tij. E me të mas shumë ti i afrohesh Allahut nëse ti i frigohesh Allahut Azza wa Jall. Po e përmendni shembullin e Abu Bakrit radhiyallahu anhu, sahabi, shok i pejgamberit, i përgëzuar me xhennet. Njeriu më i dituri i këtij umeti pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Abu Bakri. Ky për cilin më tham, pra aq shumë e kishte frikë Allahun Azza wa Jall. Edhe pse veprat e tij, thot Omeri vet, me ja krahasu imanin e Abu Bekrit edhe imanin e krejt umetit, imani e Abu Bekrit ja ka lënë. Njeri që thot pejgamberi për të, krejt kush unë ka bo mirë, unë ja kam kthy, vetëm Abu Bekrit s'ka mujt m'ja kthy. Ati ja kum la ditën kur të dalë me para Allahut, Allahu let ja kthen se s'ka mujt m'ja kthy sot mira, ka bërë Abu Bekri. Por kë me krejt ato të mira që i bajnë ke Abu Bekri,
radiallahu anhu me krejt atu, ishte njëri që si ju përmen ke vdekja. Nëse dikush prej të afërmëve të ti ose prej të lartëve, edhe i thëjke, o Ebu Bekër, ki me vdek valla, ki me vdek dhe para Zotit ki me dal, Ebu Bekrit radiallahu anhu nuk ju nalke e qajtura e ti, veç kur ju kujtajke se ka me dal para Allahut azza wa jall prej frikës së madhe që kishte ndaj Allahut azza wa jall. Ndërsa i vetojke, lejteni kun të sha'ireten fi gjembi mu'minin, ti shakon a i njeri on, ti shakon veç një kime floku në trupin e një besimtari. Pra këta të mira kë njeri që i bante, atë shumë kishte frikë Allahun, sa që kishte qef, mos me konë kështu, këtë na me pos hiq, po veç sa një kime floku në trupin e besimtarit, që shdu këtë bjen tukë, bëhat dhe, edhe para Allahut mës me dal. Kishte frika e ti, frika e njeriut më të ditur, të këti umeti pas Ebu Bekrit, është Omeri radiallahu anhu. Omeri kë, atë shumë ju frigën të Allahut azza wa jall, sa që një dit prej ditve, të e lezu se a nuk e lezejke për një dit Kur'anin, po e lezejke dhe studjejke, e lezejke dhe e mendojke thell Kur'anin fjallën e Allahut azza wa jall. Një dit prej ditve, duke e lezu fjallën e Allahut, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtesibun. A ditën kur do të dilni para Allahut azza wa jall, Allahu kam javë shfaq disa gjëra që ju s'kini pas as mendim, as mendja s'ju ka shku që dhe për qitu pas kemi mu pyta. E tha Allahun këtë ajet, e ditën kur do të dalin njerëzit para Allahut, Allahu kam javë shfaq disa gjëra që ata se kanë paramendu si kanë një dal atyne për para. Ndështë njoni ka tradhtu vllavin e ti musliman, ndështë njoni ka shpif për vllavin e ti musliman, ndështë njoni ka mbyt edhe tinza duke mendu që kërkosh s'po e din, ndështë qëti ka bon dhe ka bon, por duke mendu që veç unë i di s'mi dhe kërkosh. Edhe me këtu s'ka mu pyt unë e kur heq, kur del para Allahut ja shfaq. O ti njeri o ti rëb, atë kujtohet edhe që to tinza e pat e bon. O tjera mba të kujtohet që ti keve se bepi i vrasjes e ti, ti keve se bepi i humbjes e ti, edhe ti qetë Allahu, kur e lexoj Omeri radiallahu anhu këtë fjalë të Allahut. A di çfarë ndodhi Omerit? Omeri radiallahu anhu e kupton të këtë fjalë. S'kishte ndaj pik dyshimi Omeri në fjalët e Allahut, dhe s'kishte ndaj pik dyshimi se besimi i tij ishte i thellë. Nuk kishte ndaj pik dyshimi që ai ka më dal para Zotit. S'kishte dyshim kur e lexoi këtë fjalë, ati i tha, edhe tha me vetën e ti asu edhe mu, so sene pas kënë mu paracit mu që unë e të i mendu që mu kënë fal, e kur të mi qëtë Allahu para miliarda njerëzve gjëhnemi ato rrethit. Tha Omeri anisi Omeri me kajt, atë shumë, sa që të fikt Omerit radiallahu anhu i ra për shkak të këti ajeti. Ishte edhe rast tjetër bili, një dit për dit dhe Omeri radiallahu anhu, që ishte pastaj u bo dhe prisi besimtarve, pas Ebu Bekrit. Mi pa i prisi atëhershit, nuk ishte si të sodit. Si të sodit do të me bo termine e gjata, e me shku në ashtan me pritë e dera dhe pesun e takën, për me shku me ato a kambe një halë. Jo kështësishte, por prisi besimtarve të atëhershit Omeri, kur u bo pris, a i shkën të natën dilke natën, sotit në ashta zguzuj se del dikush në rrugë e vetë, për shkak të këshijeve që plot për tyne që bojnë. Ndërsa ai dilke natën se ishte i sigur se s'kishte bot këshia, por dilke edhe i këshur ke njerëzit mos ka naj halë. Tu i shku një dit për dit dhe pra një shtëpije, e niti njonin prej njerëzve, prej shokve të ti, prej gjematin shtëpinë e ti, se si kënë po shtëpia si të sudit, është një pak me ngritë zonin, është një dhe jashtë, e niti duke e lezu fjallën e Allahut, inna adaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Kër e lexoj këtu ai njeriu në shtëpinë e vet, ky vish kaloi pranë, me këshir mos ka problem ndaj kush kësaj. Kur kaloi e niti duke e lezu këtë fjalë të Allahut. Vërtet, dënimi i Allahut është i pashmangshëm. Vërtet, dënimi i Allahut ka me ardhë, edhe ato kërkush nuk mundet të me ndalë. Vese e niti këtë fjalë Omeri radiallahu anhu i rot pakt, edhe pastaj i rot pakt, dolën do njerëz rrethit, e panë që këka i alivanosur, Omeri radiallahu anhu, edhe s'dishin shka o bon, e morën, e qëtën të shpia vet për krah, e për kame qëtën Omerin të shpia vet, edhe kjo i vazhdoj disa dit që njerëzit vishin, që njerëzit
vishin për me vizitu se shka na gjetë prisin tun. Pse kjo? Sepse ky kishte dije për Allahun Azza wa Jall, e Allahu e funizoi me frikë ndaj tij. Allahu na bëf prej tyre. Ndërsa po e zbesmi pak më poshtë, Hasan al-Basriu, një prej gjeneratës së dytë pas sahabeve. Hasan al-Basriu ishte njëri që së herë ju përmend ke xhehenami, e dhind e vujtjet në xhehenem, atë e kapte e vajtuara e tij, e kapte luti me njëherë, sa që ai njëherë prej herave tha: "El mu'minu ya'mal at-ta'at wa huwa mushfikun wajilun, wal fajiru ya'mal al-'asi wa huwa aminun." Po çudit na tha Hasan al-Basriu. Me fjalën e parë ta petan për lavdat, se besimtari kur ban vepra të mira, tha Hasan al-Basriu, besimtari kur ban vepra të mira, ban me një kujdes të plot veprën kur e ban, edhe veç me një shpresë edhe frikë, duke u frigu mos rastësisht Allahu nuk po ja pranon. Kështu ta i ban, por ta është çudi, çështja e atij të prishurit. Ai prishuri i mbushur me gjunohë deri në fyt, tha ndërsa ai sa i sigurt është që ka me dalë para Allah dhe Allah ato ka me falë. Edhe si ku këti nivelit të dytë, këtu në trevat tona kemi plët, ku t'ja këshush veprat e ti, je i dyshimt, a i falë 5 voltet ajo, e tani mos lasmi edhe për të këshia tjera, a i me njëhet ty ka me thonë ti, o rabi Zotit, ki frikë Allahun se ki me dalë para Allah, ki me dalë përgjësi, a i ka me të njallë me trupe, me shpirte, me flëke, me qështu komplet, ka me të njallë me të pyet ditën kur del para ti, a i thot pa në behoq, unë shpresoj në xhenet ka me hi. Unë shpresoj se kam në xhenet. E Hasan el-Basri ta përqisi njerëz, u shudi, i mbushur me mëkate, me gjinohe, edhe sa i sigurt është që ai ka me shpëtu para Allahut Azza wa Jall. Po e zbesme edhe më poshtë. Imam Ahmedi, një imam i madh, i thojnë imam i Ahlus Sunnetit, një njeri që kur me një zaman në kohën e tij ndodhi një sprove madhe. Edhe janë në disa të dalur prej fesë, e disa të devijuar dhe çtu thoshin se Kurani, që na lexojnë vazhdimisht, Kurani është veç krijesë. Është i krijuar, është veç krijesë. Imam Ahmedi thotë jo, Kurani është fjala e Allahut. Edhe përciton plot ulema të zamanit të tij edhe janë ekzekutu. Pse ju po thoni? Se u përhap lajmi e atyre, u përhapën ata përkrahasit e kësoj të keqes, me thonë se Kurani është jo veç një krijesë është. Kurani s'është krijesë. Kurani është fjalë e Allahut. E fjalët e Allahut nuk janë të krijuara, se Allah s'ka fillim dhe s'ka mbarim Allahu Azza wa Jall. E krijesat kanë fillim, Allahu s'ka fillim, me emra dhe cilësitë e tij komplet. Ndërsa Imam Ahmedi kur e thoshin kështu, e rrehen, e torturun, edhe a diçka thëjken torturat e tij më të mëdha. Kur ata veç e rresin e gjakoshin ato, so që i patë rastis, me ju hek pjesë të trupit të tij që ja kanë dankov shumë, edhe ja kanë hek si pjesë mo që si në funksion heq e kanë hek. Ka shumë e kanë rej, sa që ai gjellati, ai që ka rej, ka thonë me pas rej, so i kumshu Imam Ahmedit, me pas rej kudrën, me ndaj se kishna qa një kudrë, por kjo apet nuk i bike mas, se kjo kishte frikë Allahun Azza wa Jall, atë shumë, sa që me që të ato në vujtjet më të mëdhaja, thujke, o Zot i madh, thujke, o Zot, ti e din se ti e din, fela tu akhidhni bima yaqulun. Ti jem majditur në ato çka po ndodh me neve. Mos u merr ato çka njerëzit po thujnë. U frigante, veç pse njerëzit po thujnë që Kur'ani është i krijuar, u frigante mos rastisht pe kop dënimi edhe këto. Mos na dëna ato çka ata po thujnë. Wa in kunta ta'lam anni 'ala al-batil faghfir li. Ana sa o Zot e din që unë këknam të kotën, çish po këm ngulin këto, më fal mua o Zot. Më fal mua, o Allah, kështu për thënë të Imam Ahmedi. Pastaj, Sufjan el-Thauriu, një prej gjenerasës së tretë. Sufjan el-Thauriu që kush ka lexuar shkencën e hadithit i kanë thonë Emirul Mu'minin në hadith, prisi besimtarëve në hadith. Me pas këtë nufk, është nufk e veçantë. Ndërsa ai e kishte këtë, mirë, po a di çka thotë? Ky thotë waditu law anni tajawtu min hadha al-ilmi kifafan la li wala alayya. Edhe pse shumë njerëzit po më japin prioritet, edhe pse dije po më thonë që ki shumë, po edhe pse shumë njëri po përfiton prej meje, se kjo është prej imamëve të mëdhaj të islamit, edhe pse shumë njëri po përfiton prej aso që ka kumpruone prej pejgamberit alayhis salam, zinxhir pas zinxhiri, thotë kish na pas qef
kur dalë para Allahut, dija jam me kon, as mos thët Zoti po të shpërblej, po veç mos të mdënen. As shpërblem as dënim, veç të jem rahat une para Allahut, azza wa jall, sa që kur i erdhi momenti, këti njeriu të madh, këti njeriu të dijes, kur i erdhi momenti mja marrë Allahu shpirtin përmes melekut. E ja nisi po qanë dhe po qanë. I thanë, o imam i madh, na kemi shpresu që ti me ftyrë të qelur ki me prit melekun e vdekjes. Pse ko shumë po qanë? O, tha s'po qalë për dënjon e juve që pjavlon merë në ketë ju kovë. S'jam të qalë për dënjon e juve, po jam të qalë për namazin tim, për agjerimin tim, edhe pse ishte strikt në namazin e ti, kur e bajke me lëvizjen më të vogël, veç që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se e di që pejgamberi Allah kështu e ka urdhnu, precizisht në agjerimin e ti, pa ishte ma precizi që nifkin rrethin në agjerimin me bo që shka thonë Zoti dhe pejgamberi. Me që të ato, ja nisi po qanë dhe po qanë kishte frikë Allahun, pse kështu? Sa kam frikë që mos agjerimi jem, namazi jem, Allahun ditën e gjykimit, veç mi gjumë për ftyre dhe s'mi pranë në heq. Kështu për kishin frikën Allahut azza wa jall. Kemi disa sene për të folur për të partun. Sa kishin frikë Allahun azza wa jall. Sa shumë ju frikojshin, si shpërblim Allahu ja vjep këto. E shumë njeri prej tyre, nështë veç këtë frikë që ka pas, ashtu që shduhet, nese hinë gjennet kur dolni para Allahut. Pse kjo? Allahu ja jep shpërblim se e mirë me dije. A pa e vrejni se si, Allahu azza wa jall kur thanë fillim që e përmenda, innema yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, mas shumë ti që i frikojnë Zotit janë dietarët, pra Allahu ja jep shpërblim për shkak dijes që ata kanë, ja jep shpërblim ti me ju tut Allahut, e për shkak frikës të Allahut ti me shku në gjenetet e ti, që janë veç me hesnë në hijen e ati gjenetit, pëmës njënës pëmë gjenetit, ato veç me hesnë 100 vite të duhen ko. Zotin abo për tyre. E lusmi Allahun azza wa jall të na fort në mshërën. E lusmi Allahun azza wa jall për njerëzve të dijes të na banë. E lusmi Allahun azza wa jall me pejgamber dhe njerëz të dijes në gjenetën ata gënë. Lusmi Allahun azza wa jall muslimanëve kutën bu që janë Allahu të ndihmon. E në veçanti atyre në Gaza, Allahu të shliran për armiqve të ti dhe armiqve të tyre belat e ulshan. Walhamdulillahi rabbil alamin.